Dhe është fatkeqësi e madhe që ky vend i artë, ky vend i bukur, ky vend me këtë pasuri të mëdha non toksore, mi toksore, përfundoi në këtë gjendje ekonomike dhe sociale, ku populli i ndershëm, shtresat e mesit dhe varfra, bëjnë luftën mbi jetesë, nësa banda kriminale, jo qeveritare, organizata e krimit organizuar, si që quhet dhe Amerika tani, piu gjakun këtij populli, jeton në qiell, ndërsa vendi po dridhet. Ka dy lloj krime njerëzore. Krime njerëzore me armë të vdesin siç bën Netanyahu, miku i ngushtë i Edi Ramës, dhe krimi njerëzor i stomakut që bën Edi Rama, që shtresat e mesme të varfra të vdesin, nësa rinia nga papunësia, rrogat e ulët braktisë e dheut. Të dy janë krime, njëri më ashpër se tjetri. Po në këtë rast, çfarë janë duke bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, duke parë këtë situatë në mënyrën se si qeverisë Edi Rama, apo ato kanë thjesht interesa gjeopolitike dhe nuk ju intereson aspekti i qeverisjes? Në mënyrë të vazhdueshme, Bashkimi Evropian dhe Amerika kanë trajtuar problemin se si duhet të ndërtohet shteti demokratik dhe ligjor në një vend që pretendon të bëhet i tillë. Por fatkeqësisht, në vend që neve ta konsolidonim demokracinë, atë e shkatruam ato element që kishte. Dhe ato element kushtetues dhe të ligje që ne kishim për forcimin e demokracisë, Rama Berisha Rama, veçanërisht në 2008 përmbysën sistemin politik të zgjedhjeve, listat e mbyllura dhe kthyen pushtetin legjislativ, pushteti që bën ligje dhe pushteti që menaton qeverinë në varësi të tyre. Me listat e mbyllura Edi Rama deputetët i Karavartës, ashtu që ka dhe Berisha, dhe në vend që ata t'japin llogari në kuvend, pra ky shtet ligjor, ata e kanë kthyer vartës të tyre. Pra, ata shkatruar pushtetin legjislativ, që pushteti themelor i ekzistencës së shtetit parlamentar, dhe ndërtuan dhe në vazhdimsi bën ligje dhe vendime e Këshillit të Ministrave, duke krijuar një oligarki ekonomike financiare jashtë kontrollit të kuvendit, jashtë kontrollit gjykatës kushtetuese të gjykatave, dhe krijuan një diferencë maksimale duke glabruar gjithë pasurinë kombëtare, pra oligarkët politik, oligarkët ekonomik të cilët nuk bëjnë asnjë lloj investimi të tyre indirekt, por marrën nga pasuria kombëtare, dhe oligarkët e media, si ka pushtuar Rama, pushtuan shtetin shqiptar dhe Shqipëria nuk ka asnjë element të demokracisë europiane. Prandaja, po të shikoni me vëmendje, Bashkimi Evropian prap ka dhënë deklaratë, heqja e imunitetit pa kufizuar, pra deputetët dhe qeveritarët dhe shumë të tjerë që heq tani Edi Rama janë jashtë kontrollit të popullit, jashtë kontrollit të ligjeve, pra thonë vidhni, shkatroni, digjni, juve nuk arreston dot prokuroria. Ka më skandal. Nga ana tjetër, edhe pagesa më bordero i krijoi, siç u botua para disa ditësh, të ardhur dhe deputetët e qeverisë, deputetët e Republikës Shqipërisë 140 veta, djathtas dhe majtas, votojnë ligjet për të pasuruave të tyre, 4.800.000 të ardhura në muaj, kur pensioni në fshat 100 euro, në qytet 206 euro, 780 pensionistë po vdesin, rinia po largohet, banda ka pushuar Shqipërinë. Nuk gjua shprehimja kjo. Ata jetojnë dhe rrinë me këto, se s'ka shtet, se po të kishin shtet ishin mbushur burgjet sot me këtë trafik po me këta. Në këtë rast ku po e çon vendin Edi Rama? Edi Rama e çon dhe shpërbërën e Shqipërisë dhe në emër të investimet po e kolonializon. Nga butrinti dhe në zvënesi 183 leje,
të kundraligjshme në 43 zona të Parlamentit Evropian i dërgoi me shkrim të anulloj, dhe ajo vetëm nuk po e anullon, po vazhdon të jap të tjera me investitor të ashtu që strategjik, hajdut! Jo strategjik dhe paket e maleve. Vazhdon strategjinë e tia që gjithë do të paguaj shumë rëndë të që për brandheut. Në këtë rast, si mendoni se mund të ndalohet Edi Rama, a mund të ketë një mesazh direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se në Shqipëri pritet të vijë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt, i cili ka një përvojë ushtarake në të kaluarën? Shko, unë jam vetë diplomat ushtarak. A ka qenë diplomat lufte, ka qenë diplomat ushtarak. A ne a i vjerë si ju ushtarak, i cili ka më shumë vlera për sigurinë dhe mbrojtjen e Bashkuar në NATO. Por çdo gjë e zgjidhi Zoti i shtëpisë. Bashkimi Evropian dhe veçanërisht Parlamenti Evropian në mënyrë të vazhdueshme ka deklaruar qëndrimet e tyre kundër kësaj politike anti-shqiptare, antidemokratike. Edhe Departamenti i Shtetit a ditë që miratoi borxhin 302 milion euro në faqen e saj, e përcaktoi shumë mirë që kjo është një qeveri jo e krimit, jo e korrupsionit, po krimit më të organizuar ekonomik që ka pushtuar dhe po i pi gjakun si popull shqiptar. Në historinë e Shqipërisë u jam studius i panshëm. Nuk më duhen partitë politike, më duhet Adheu, më duhet Shqipëria, më duhet ky vend i bekuar që u ftuam gjithë të fare. Nuk ka pat tradhtim më të madhe. Nga 1912 deri më sot, Shqipëria sot është pikpyetje për 28.000 km2 dhe ekzistenciale. Prandaj Edi Rama vati dita 72 dhe protestave masive nuk jep dorëheqjen, se po të ishin demokratë shqiptarë që fillim fare, që zhytu thellë dhe nuk e lë Izraeli, nuk e lë Serbia që shërben dhe nuk e lë Soros me tjerat. Pra problemi shumë madhor. Pra nuk është aq i thjesht dhe populli po lodhet demonstrata që të largohet ky ndyrësir dhe ai s'po akoma. Zoti Limaj, në këtë rast, a mendoni se Amerika mund ta shpëtojë Shqipërinë ashtu siç bëri presidenti Woodrow Wilson në vitin 1920, apo situata tashmë ka ndryshuar? Amerika ka interesa të mëdha në gjithë botën. Dhe keni parasysh se shpërfaqëson Shqipëria në raport me botën, me Europën dhe pjesërisht me Ballkanin. Ne jemi një vend do ishim zvisë sot, vend i lullzuar, sepse po të shikosh pasuritë kombëtare ka nën toksore mbi toksore, natyrën, njerëzit, sipërfaqen, sot Shqipëria do ishte në zvisë me të ardhurat. Po është bandë kriminale më e ashpër që ka patur që nga 1912 deri më sot. Ahmet Zogu nuk ka bërë gjë fare në krahasim me këto që bën Edi Rama. Ne në universitet mësonim historinë kundër Ahmet Zogut, shikoni çka ka bërë Edi Rama në krahasim me Ahmet Zogun. Si konsideroni faktin që Serbia pritet të hapë një konsullat të saj në Shkodër? Po, në kanalin televiziv tjetër shpjegova që kjo është vazhdimësi e strategjisë Edi Ramës, i cili shërben në mënyrë besnike Beogradit dhe ka braktisur Kosovën. Unë jam diplomat dhe e di mjaft mirë konventën e Vjenës dhe dokumentat tjera ndërkombëtare ku hapen ambasadat, ku hapen legatat dhe ku hapen konsulatat. Konsulata që po hap Serbia realizoi qëllimet e saj që ka pat historikisht që nga vitet 1956 me shtetet tjera kufitare për të ndarur influencën e saj Shqipërinë në 3 zona të mëdha. Dhe Shkodra ka qenë pika kryesore e Serbisë dhe realizoi me Ramën. Dhe shikoni, të gjitha vendimet dhe ligjet e Edi Rama bën fshehurazi dhe ato shpërthejnë befasisht. Ne mësuam hapjen nga ministri i jashtëm i Serbisë dhe jo nga ministri dhe kryeministri i Shqipërisë, merrni mendje. Konsullata hapet në ato kur ka minoritet. Shikoni në qarkun e Shkodrës, sipas të dhënave zyrtare, serb dhe malazes
janë gjithsej rreth 47-50, gjithë qarku i Shkodrës. Pra, nuk ka asnjë lloj shifre bindse për minoritet serb në Shkodër. E dyta, nuk ka investime të nivelit të lartë strategjik Serbia në Shkodër që të monitorojë to. Pra, do hapet një zyrë agjenturore serbe në Shkodër për vazhduar realizimin e qëllimeve të saja që ka pat gjithmonë për të hapësira.